Shikues nderuar, mirë mbrëma, mirëqofshi dhe mirë se erdhët në këtë emision. Me 3 maj në gjithë botën shënohet dita ndërkombëtare e lirisë së medjave. Andaj me këtë rast televizioni Tema ka organizuar një debat kushtuar gjendjes së lirisë së medjave në Kosovë. Debati është përkrahur nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian OSBE-ja. Pa humbur kohë ju prezantojmë panelistët e këtij debati. Ata janë Driton Qeriqi, antari Komisionit të Pavarur për Medje, Ardita Zejnullahu, drejtoresh ekzekutive Ampekut, Asociacioni Pavarur i Medjave Elektronike të Kosovës, Afrim Demiri, gazetar korespondenti së përditshme Koha Ditore, Samir Reka, drejtor ekzekutive Organizatës Iniciativa për Progres, shkurtim po, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Të kujtojmë se korniza kohore e këtij debati është 60 minuta. Fillimisht do të ndjekim një vox pop të realizuar në terren nga reporteri Arbër Ibrahimi dhe kameramani Isak Hilazi. Ja çfarë është përcjellimi i Ferizajasve për lirinë e medjeve në Kosovë. Në lidhje me lirinë e shtypit dhe pavarësinë editoriale të medjave në Kosovë, Ferizajasit i cilësojnë mediat kosovare si pjesërisht të lira, derisa qytetarët vlerësojnë rolin e medias dhe punën e gazetarëve, njëkohësisht shprehin pakënaqësinë që disa media po ndikohen në qasjen dhe dhënien e drejtë të informacionit nga politika dhe ekonomia. Kam bindjen dhe për shtypjen se shtypi nuk është objektiv, se cila gazetë, se cila televizor anon nga subjektet të caktuara politike, me që rast dëmton objektivitetin dhe qasjen reale të informimit. S'ka dilem se edhe baza ekonomike ndikon në ndryshimin e bindjeve në qasjen e informimit. Po i mu më mërmenja që disa media janë shumë të lira, disa kanë presion ekonomik, varë dikush pri aushtit ndikon, e pasqyrojnë realitetin që ndodhë Kosovë. Përgjithësi, mediat janë në çdo pore tjetër prezente, edhe për çdo lëvizje ata po informojnë popullatën, po sipas raporteve që edhe sa është shqimi, na jemi të kënaqur me media, me informime, në përgjithësi qytetarët janë të kënaqur me çdo që po ndodh. Na po i përcjellmi nëpërmjet ekranit, informimi është jashtëzakonisht i mirë, edhe kështu që jemi të kënaqur. Gazetari në Kosovë nuk ka mundësi të shpreh lirshëm atë që duhet shpreh, atë që duhet ja jap qytetarit. Faktori themelor që ndikon këtë plan është punëdhënësi. Çdo gazetar në Kosovë është një punëtor, një medie, e cila ka një politikë dhe ideologji të caktuar të mbështesë ose jo një politik. Prandaj edhe gazetari jo gjithherë ka mundësi të shpreh atë që duhet të shpreh, por duhet të publikoj atë që është në interes të punëdhënësit e tij. Sipas indeksit botëror për lirinë e shtypit, Kosova rradhitet në vendin e 80, 5 vende më poshtë nga viti i kaluar, duke i alshuar vendin Shqipërisë, e cila rradhitet në vendin e 85. Do të kishim nisur nga ju, zoti Driton, çfarë është venerimi juaj në këto deklaratat të qytetarëve të Ferizajt? Po, fillimisht ndoshta do të isha ndalë të një çështje mjaft e rëndësishme që preku një nga qytetarët që ka të bëjë me progresin, se sa mediat tona kanë arritur për progres. Kur flasim për lirinë e medias, kushtimisht do të flasim ndoshta edhe për legislacionin medial dhe regulativën në kuptimin edhe të institucionit rregullues të medjave. Dihet që pas luftës në vitin 99 Kosova përjeton një pluralizëm medial në përgjithësi, ku krijohen pra shumë mediume të cilat funksionojnë në atë kohë dhe ndoshta në raste të caktuara funksionimi i tyre bëhet, si më thonë, edhe i vën në pyetje disa procese. Kemi në këtë kohë prezantime të individëve të caktuar, janë të njohura ato temat me patriot dhe heronj edhe tradhtor, por që për të mirën e Kosovës mandej shohim që vinë zbehen dhe nuk dëmtojnë ndoshta procese tjera të rëndësishme që kanë mund t'i kushtojnë ndoshta vendit tonë. Sigurisht që kur vrehen këto qasje në media, atëherë
institucionet ndërkombëtare të instaluara në Kosovë kanë parasysh këtë dhe reagohet dhe nxirren ato dy rregullore të para që janë të lidhura me mediat e shkruara dhe mediat elektronike, domethënë rregullore 2000/36 dhe 2000/37 dhe që pasohen pastaj edhe me kodet e sjelljes respektive. Pse e mendova këtë që po e bëj këtë hyrje kështu është se regulativa mediale ndikon shumë në mas të madhe në lirinë e medias. Domethënë është ndër kriteret thelbësor e cila formson këtë liri të mediave. Dhe Kosova ka bërë një progres të mirë, ka nxjerrë ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave, i cili rregullon një gamë bukur të gjerë të medias dhe të lirisë medias, po edhe të vetë industrisë. Ka mandej edhe ligjin për transmetuesin publik, por edhe një varg ligjesh tjera, si ligjin për çastën dokumenta publike, ligjin për klasifikimin e dokumentave, mandej ligjit për komunikime elektronike, ligjin civil kundër shpifjes dhe fyrjes. Do të thotë e tërë kjo gamë e legjislacionit është e ndërlidhur dhe ndikon edhe në progresin të cilën edhe qytetari e ceku dhe në zhvillimin e përgjithshëm gjithë mbashëm të mediave në Kosovë. Sa janë këto legjislacione të mira dhe sa janë progresive, ajo është një çështje që besoj që do ta diskutojmë në vazhdim edhe të këtij debati. Adita, çfarë mund të thoni? Unë mendoj se konstatimi nga ato që dëgjuam pak më herët është se mediat në Kosovë janë pjesërisht të lira, gjë që edhe reflekton situatën e mediave në Kosovë. Ashtu siç edhe paraqiten edhe në raportet e ndryshme të organizatave të ndryshme ndërkombëtare që merren me matjen e lirisë shprehjes dhe lirisë së mediave në një vend të caktuar. Në Kosovë është e vërtetë se liria e shprehjes është e garantuar me kushtetut në radhë të parë, pastaj edhe me ligjet e tjera të cilat rregullojnë qoftë mediat elektronike edhe ato të shkruara, cilat mbikëqyren nga një trup vetë regulativ, i cili është i formuar nga vetë sektori i mediave të shkruara dhe funksionojnë në bazë të mbibindjen mbi kodin e sjelljes. Sa i përket rregullimit të mediave elektronike dhe sfidave me të cilat ato ballafaqohen, ligjet të cilat e rregullojnë këtë fushë me të cilën unë merrem, mund të them që janë kushtimisht mira, qalojnë në shumicën e rasteve të adresojnë çështjet kruciale dhe sfidat dhe problemet kruciale me të cilat mediat ballafaqohen. Pastaj kemi institucionin e rregullatorit të mediave, që është Komisioni i Pavarur për Media, është kategori kushtetuese, pavarësia e cilit duhet të jetë garantuar, por nuk ka ndodhur gjithmonë kështu. Ne si industria e mediave në të kaluarën, posaçërisht 2 vjetët e fundit jemi ballafaquar me probleme shumë të mëdha dhe me ndikime shumë të mëdha, qoftë politike, qoftë ndikime të grupeve të ndryshme, te regulatori e pastaj këto janë reflektuar edhe në problemet të cilat i kanë shkaktuar te industria mediale. Kjo ndoshta është ajo sa përhyrje që mund të them, më tutje do të elaborojmë më tepër çështjet me të cilat mediat ballafaqohen. Zoti Demiri, çfarë është vlerësimi juaj rreth deklaratave të qytetarëve të Ferizës? Unë mora si një vlerësim edhe të punës tonë të përditshme. Është interesant të vëzhgohet, por edhe ajo që përjetojmë çdo ditë është në punën tonë, perceptimi i qytetarëve rreth punës tonë profesionale, për arsye se aty pat disa vlerësime të cilat preknin 2 aspekte, edhe aspektin e lirisë së gazetarit nga redaksia vet, që është shumë interesante për mua, edhe liria gazetarëve apo tash e shtëpive botuese, domethënë mediave ndaj qeverisë. Të dy parashqetësimet vinin si 2 binar kërcënues, dhe kur kësaj e shtoj edhe pyetjet e shpeshta që me drejtorët, ja, për sa keni liri, mjaft shumë për shkruani, disa për lexuesve më besnik ndoshta. Ndërkaq aspekti tjetër thotë, nuk keni duke bërë mjaft. Cila është e vërteta në këtë perceptim shikuar nga puna jone e përditshme? Mbase unë jam çdo herë barti një dozë të vetë kritikës, edhe mendoj se e vërteta është mes. Shpesh ndoshta puna jone gazetarëve nuk është përcjellë me një përmbushje të plot hapësirës, qoftë në aspektin profesional, qoftë në aspektin e guximit profesional, por në anën tjetër edhe qeveria shpesh është treguar shumë perfide në sulmin e saj ndaj mediave, nëpërmjet ndikimeve të tërkërta, për arsye se unë mendoj se ka kaluar koha kur qeverit në mënyrë më të guximshme sulmojnë mediat. Tash jemi në fazën që unë e quaj
të një oportuniteti institucional që është rreziku më i madh për mediat. Posaçërisht për punën e mediave të cilat merren me gazetari hulumtuese, e cila gjë mendoj që të ne ngesë nga shumë arsye. Në këtë aspekt e shikoj edhe deklarimet e grupit kushtimisht të quajtë të qytetarëve, pse aty jo të gjithë ishin qytetarë apo lexues të rëndom, aty kishte edhe lexues kushtimisht thënë më profesional. Mirë po, ajo që është stimuluese për bashkët, unë mendoj se pajtohem me drejtorin se pas 99-s ne prej një terë informativ, erdhëm në një vërshim medial, kisha me quajtë, të formimit e mediave, të punës së mediave, dhe natyrisht edhe kjo fush është gjetër e paprigaditur, me një premje institucionale të punës 10 vjeçare, dhe është dashur të kalon një kohë kur është dashur të përvetësohen metodat e reja të një informimi demokratik me metodat e vjetra ndoshta të kolegëve të cilët kanë vazhduar më herët, të një qasje pak më etatiste në Shtyp, mos them edhe më komuniste, staliniste. Dhe gjithë kjo është dashur të kalon për një laborator. Një laborator, jo në kuptimin teknik të fjalës, por një laborator të një komunikimi intensiv. Në Kosovë çfarë ka qenë realiteti jonë intensiv. Edhe në këtë aspekt natyrisht që kemi të arritura, për arsye se ka sot shumë shtëpi mediale të qëndrueshme, me punë profesionale shumë të lakmueshme, por natyrisht ka shtëpi për cilat mendoj që më vonë mund t'i trajtojmë disa aspekte, të cilat nuk kanë hezituar që publikisht të mbajnë një krah apo një anshmëri edhe politike, pse jo edhe ekonomike. Samir? Faleminderit. Liria e mediave edhe liria e shprehjes fjalës kemi që nga deklarata universale e drejtave të njerëzit, domethënë, edhe opinionin e qytetarëve e shoh në njëjtin nivel brengosës për sa i përket edhe lirisë mendimit ose fjalës në Kosovë në përgjithësi, po në këtë rast qytetarë që në Ferizaj që kanë shprehur një pak a shumë kanë shprehur një breng për sa i përket gjendjes së mediave në Kosovë, edhe prej presioneve që i cilësuan ata ekonomike dhe gjitha fushat. Ajo që ishte për mua në këtë rast e rëndësishme, me qenë se vi prej shoqërisë civile, ishte edhe informacioni. Në këtë rast, i vënë në pyetje edhe mediat se a japin një informacion të plot. Po gjithashtu vendosin edhe qeverinë apo institucionin i cili e jep atë informacion, se duhet të jetë një informacion i sakt. Përndryshe, ne do ta devijojmë informatën, qoftë prej medjes, qoftë prej institucionet që i jep, edhe në këtë rast do të devijojmë edhe opinionin e qytetarëve lidhur me një çështje të caktuar. Andaj e pash si shumë të rëndësishme që këtë breng të qytetarëve, po me thonë realisht, ato që edhe mediat e bojmë, thonë se jemi informues të opinionit publik, mediat duhet të kenë informacionin e plot për sa i përket, edhe atëherë kjo i bjen edhe një farë relacioni mes qeverisë, ose komunale, ose qendrore, që t'jep informacionet plota dhe të ketë një lloj, në këtë rast i kërkoj që për sa i përket sanksioneve dhe legjislacionit që u diskutuam, duhet forcohen edhe legjislacionin për sa i përket të dhënies së informatës së gabuar ose të pa sakt nga institucionet. Roli i medjes, po ajo e shkakton edhe dhënien e krijimin e opinionit të gabuar për fenomenet e caktuara dhe deformimin e demokracisë. Nisim nga disa indikatorë që merren me monitorimin e lirisë së mediave në botë, po dhe në Kosovë. Raporti i progresit të BE-s ndër vërejtjet e shumta për rrjetat në Kosovë përgjithsisht ka shprehur të fundvitin e kaluar një sër vërejtjesh rreth lirisë së mediave në këtë vend. Të nënvizojmë disa nga
konstatimet e këtij raporti për vitin 2013. Thuhet se legjislatura për lirinë e shprehjes është e fragmentarizuar dhe efikase. Kërcënimet ndaj gazetarëve dhe redaktorëve kanë vazhduar. Gazetarët ballafaqohen me presion politik dhe shantazhe. Pavarësia KPM-s është vënë në pikpyetje për shkak të mungesës së resurseve dhe interferimit politik në emërimin e anëtarëve të komisionit dhe bordit të ankesave. Kujtoj që më së miri këtu do të na përgjigjet drejtoni. Disa prej këtyre vërejtjeve dhe që mendoj që shumica prej tyre janë edhe ashtu për shkak se raporti i Komisionit Evropian pra është një raport shumë kredibil dhe skanon atë situatën e përgjithshme të vendit tonë dhe me shumicën prej tyre edhe kushtimisht patjetër duhet të pajtohemi. Institucionet tona duhet të bëjnë shumë më shumë në përmirësimin e situatës përgjithshme. Por disa nga këto vërejtje deri diku edhe janë sanuar. Për shembull, ka pas aty vërejtje në raport komisionit që Komisioni Pavarë i Media nuk është i kompletuar, apo edhe ka pas vërejtje mënyrën se si janë zgjedhur disa nga anëtarët. Mirë, po kjo çështje po mendoj që është e kaluar për shkak se ne tash veç jemi konstituuar me përbamjen e re, ka pas përmirësime. Ndërkaq që do po ashtu të flas edhe për atë vërejtjen që thuhet se nuk ka një ligj të posaçëm për media. Kjo lën shumë mundësi për diskutime dhe ekspertë fushave mund ta komentojnë këtë në mënyra të ndryshme. E përmenda edhe më herët që është krijuar një bazë mirë ligjore, sigurisht që për përmirësime do të ketë nevojë në vazhdimsi, por ndoshta një ligj i veçantë për media që rregullon median në situata të caktuara edhe komentohet që mund të mos jetë edhe aq i duhuri, sepse dim që sa më shumë të rregullohet një fushë edhe kufizimet rriten. Kjo nuk do të thotë që patjetër ne tash duhet të jemi nonchalant dhe si media të funksionojmë ashtu si duhet, mirë po jo rastisht e ceka më herët që prej një faze në kohën kur është folur në media janë paraqitur patriotët dhe tradhtorë dhe manej kemi pas ato rreziqet e mundshme dhe kemi pas rregullativen që do duhet të qitet sa në binar dhe manej kemi arrit që të krijojmë media mjaft kredibile. Mendoj që rregullimi sa më preciz dhe sa më i detajuar nganjëherë nuk është edhe gjithmonë produktiv. Mirë po, vërejtje tjera të komisionit qendror dhe besoj që institucionet tona duhet të jenë më së të vëmendshme dhe të përmbushin ato. Këtu do të kisha cek për shembull edhe një çështje që ndoshta kolegja ime nga Ampeku do ta elaboronte edhe më mirë, çështjen e fundit media minoritare dhe grupeve të veçanta, për cilën raport është bërë vërejtje, ka pas një hap, mirë po ai hap nuk ka vazhduar më tutje. Aireksi për secilin dhjetor thuja bën notimin e qëndrueshmërisë së mediave në Kosovë, proces në të cilin është përfshirë në një farë forme edhe Ampeku. Çfarë janë të gjetura, çfarë është ky raport? Raporti, ajo që quhet Media Sustainability Index, që ju i referoheni, është një raport, është një indeks i cili me pjesëmarrjen e 10 panelistëve, ashtu 10 deri 12 panelistëve në një vend të caktuar bën matjen e lirisë së shprehjes në atë vend. Këtu përfshihet edhe Kosova dhe si edhe çdo vit tjetër, edhe vitin e kaluar, ky, domethënë, është zhvilluar ky indeks, është diskutuar për sfidat dhe për problemet me të cilat ballafaqohen mediat në Kosovë. Ka deri te konstatimi, nuk jam e sigurt se është prodhuar ende raporti nga USAID, se domethënë lancimi përfundimtar i raportit bëhet nga USAID tani në këtë kohë diku, por konstatimet e përgjithshme dhe gradimet të cilat ne si panelisti kemi bërë aty është që pavarësisht kjo rreth secilës gjithë po dakordohemi se mediat në Kosovë janë pjesërisht të lira. Domethënë se kemi ligje, kemi institucione, jemi rrugës duke u munduar të vim deri te pika ku do të zhvillojmë mediat në atë nivelin optimal të pavarësisë editoriale, por faktikisht nuk jemi ende aty, jemi diku te
qoftë shantazhet, qoftë presionet të ndryshme të grupacioneve të ndryshme politike apo të bizneseve të ndërlidhura me politikën e kështu me radhë. Një çështje e cilën duhet ta kuptojnë të gjithë politikanët edhe institucionet të cilat e bëjnë draftimin e ligjeve dhe të akteve të tjera nënligjore, të cilat rregullojnë fushën e mediave, e jo vetëm, por edhe gjitha fushave tjera, është se rekomandimet nga Komisioni Evropian dhe nga Këshilli i Evropës është që institucionet publike duhet jenë vetëm administrues i draftimit të atyre ligjeve. E pastaj inputin dhe gjitha rekomandimet dhe çka do të shkruhet në ato ligje duhet të bëhen në pajtueshmëri të plotë me akteret relevant të fushave të cilat ato ligje pretendojnë të i rregullojnë. Sa i përket të vlerësimeve të Komisionit Evropian, ato janë më se korekte, më se të qëndrueshme, për faktin se vetëm puna jone e cila ndërlidhet për shembull direkt me Komisionin e Pavarur për Media, i pasqyron në raportin e progresit, pasqyrohen të gjitha ato sfidat me të cilat ne jemi ballafaquar gjatë këtyre viteve, gjatë vitit të fundit, vitit 2013. Një tekst veçantë kujtoj se gjatë këtij debati duhet t'i kushtojmë gjendjes aty ku prodhohet lajmi në teren. Çfarë është liria e gazetarit, cila është gjendja, marrëdhëniet e tij me punëdhënësin, me institucionet e tjera. Këtu kujtoj se zoti Demiri do të na kishte dhënë një përgjigje pak më të saktë, cila është gjendja e një gazetari që punon në teren, cila është liria e tij, sepse shpesh thuhet se shumica apo pjesa dërmuese e gazetarëve në teren punojnë pa kontrata pune, pa orar të caktuar, shpeshherë janë shantazhuar, ndaj tyre fillohet trysni si nga ana e politikës, po ashtu edhe bizneset. Po, Gjel, kjo është një përvojë që na ndjek që sa vite dhe mund të flasim në këtë aspekt nga shumë këndvështrime, edhe pse unë mendoj se liria nuk dhurohet, është njoftën si moto. Unë mendoj që kjo vlen edhe për punën e gazetarëve, ajo në rend parë krijohet. Dhe këtë shoh e kum pa prej vitit në vit, prej punës sime edhe të kolegëve të mi, pse jo edhe shtëpisë mediale ku punoj. Prandaj në këtë aspekt mendoj se punën e gazetarëve duhet të shikuar për të kornizave ligjore, jo në kuptimin e mohimit të akteve ligjore, por në kuptimin e një hapësire krijuese më të fuqishme. Për arsye se një shtyp të mirë, të mirëfillt e bën harmoninë mes lirisë, të drejtës dhe të pavarësisë. Në këtë aspekt kisha më lidhur me pozitën e gazetarit, qoftë në raport me burimin, qoftë në raport me shtëpinë mediale në cilën punon. T'ju them të drejtën, me bie të flas në veten e parë në këtë rast, por ato që dilemat që i ngritë rreth kontratës, rreth marrëdhënies së punës, unë mendoj se koauditori tashmë është një institucion shumë i qëndrueshëm, edhe ato gjëra janë rregulluar qysh herët. Unë mund të them se kanë qenë rregulluara qysh para luftës, kurse pas luftës ka qenë një institucion i cili ndërparat ka filluar të lëshon kontratat e rregullta të punës edhe të jetë përgjegjës ndaj obligimeve të tjera ligjore, çka hyn elemente tjera të tatimit dhe të respektimit të drejtës, pushimet ato. Kështu që s'kisha mundal do statusin paksa më administrative. Për mua është po ka edhe media tjera. Media që s'kan ka media tjera, natyrisht ne jemi kolegë dhe i përcjellën fatin e kolegëve. Por nuk e di tash sa mund të flas unë drejt për drejt, por fatkeqësisht ka shtëpi mediale të cilat bëjnë një lloj eksploatimi kisha për të quajtur të punës intelektuale të gazetarit, për quaj punë intelektuale, se hyn në punë intelektuale, me anë të ashtu quajturit sistem i punës provuese, 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj. Dhe këtij sistemi të punës provuese nënshtrohet i pari gazetari, i dyti gazetari, i treti gazetari. Dhe nëse shumëzojmë atë del që gati një shtëpi mediale për gati 2 vite e mbulon një nga fushat e veta me anë të punës eksperimentale. Vazhdimisht jeni në teren dhe komunikoni me kolegët tuaj, a ka raste kur një gazetar nga tereni e hap telefonin, bisedon me redaktorin e vet, me editorin e vet dhe ai më thon telefonit i thot harroj këtë ngjarje, mos e bën këtë ngjarje apo këshillime të tjera në thojza?
Çfarë thonë kolegët? Natyrisht që përcillen këto tregimet, të quaj kushtimisht tregimin nga redaksia, janë të pranishme. Unë mendoj se janë të dhëmshme, as më tepër nëse vjen në fazën kur një temë ka marrë zhvillimin e vet. Një gazetar ka investu shumë çka në kërkim apo në rumbullakim të një lajmi, edhe për njëherë vije si një diktat i prerë dhe ndërpret. Ka pas raste kur kolegë janë ankuar se me muaj s'kanë marrë paga, dhe kanë vazhdu të punojnë, janë kolegë tanë dhe në Ferizë, ne i njohëm. Nuk mund të flasim tash me shtëpi mediale drejt për drejtë për arsye se si kemi njerëz si dukuri ekzistojnë absolutisht. Por për mua më e ndihshme është elementi A ka imanencë gri të Filan Fistekut ta zëm, që u qëndron mi kokë gazetarëve? Këtu kisha më ndalë më tepër rreth formimit profesional apo çështjes profesionale të medjave. Pavarësisht të onën profesionale të përgatitjes gazetarit, me rrethonat e zhvillimeve në Kosovë, sidomos ato ekonomike, po vinë sa duke u ngushtuar dhe dal nga dal, jo një gjendje që kishëm më herët, por tash së fundi, sikur aspekti ekonomik po i shtrëngon edhe redaksit, edhe ata të marrin qëndrime duar, dhe kështu, pavarësisht vullnetit gazetarit, pavarësisht përgatitjes tij, ka një tendencë që dikush ta merr anën e dikujt. Si e vreni ju këtë? Unë këtë du të shikuar më tepër te ana jo profesionale e medjave, apo te formimi, këtu e kam të shënuar, se kam dashur ta theksoj një veçantë, që vlen shumë për KPM-n. Formimi i medjave ad hoc, medjave para fushatës, medjave me qëllime të caktuara politike, ku natyrisht që gazetarët e këtyre medjave pastaj nënshtrohen gjithë atyre sindromeve që i përmendet gjell. Pse e them këtë? Për arsye se një shtëpi botuese mediale, e cila ka një traditë dhe ka vu në themelet e saj një profesionalizëm të cilën e ka avansuar me vite, gjitha të ndërhyrje ndaj gazetarit janë minimaliste. Mos them nuk ekzistojnë fare. Pse? Pse aty kemi të bëjmë edhe me një punë tjetër të gazetarëve, shumë më profesionale. Kështu që nuk kemi raste të një ndërhyrje të tillë. Mund të kemi raste të ndërhyrjeve të tjera nga jashtë, jo më në sistemi, se këtu tash kemi dy qasje, raportin e gazetarit me shtëpinë mediale dhe të shtëpisë mediale dhe të gazetarit me institucionet dhe me publikun. Si e komenton rastin kur gazetarët për shkak gjendjes ekonomike detyrohen të punojnë 2-3 puna të tjera, sa ata mund të jenë pavarur ta zëm? Kjo është çështje tjetër, natyrisht që aty mund të ketë interferime, mund të ketë ulje të qasjes objektive, apo të ngushtimit të fushës për shkak të konflikteve të interesit, për shkak të 2 puna apo 3 puna. Por disa media këtë kanë rregulluar që gazetarët në asnjë mënyrë nuk mund të jenë pjesë e asnjë ekzekutivi. Mund të kryejnë punë të tjera të dorës së dytë, por jo të ndonjë punë të drejtë për drejtë ekzekutive. Punë ekzekutive janë punët menaxheriale, punët të cilat marrin përgjegjësi të drejtë për drejtë, ndërkaq punët tjera lejohen. Kjo natyrisht që nuk do të ishte mirë, por kjo tregon krizën dhe breshësinë e ekzistimit të shtëpive mediale, të medjave, dhe natyrisht që kjo tregon edhe shkallën e zhvillimit ekonomik, për arsye se nuk është thonë kot, se shkalla e zhvillimit të medjave pasqyron edhe shkallën e zhvillimit të një shoqërie. Shpeshher veneruesit apo njohësit e zhvillimeve politike dhe ekonomike, përgjithsisht në Ferizaj dhe rrjedhave të tjera shoqërore, thonë se një prej partnerëve monitorues të sistemit institucional këtu ka qenë organizata IMPO. Ajo shpeshher ka hetuar skandale të ndryshme para gazetarëve. Çfarë mund të thuani në këtë aspekt, zoti Reka? Ju falenderoj. Të ndëgjua dhe afrimin edhe aspektin tjetër, domethënë edhe aspektin mes gjendjes ekonomike dhe gjendjes që gjenden individualisht edhe gazetarët, ata që e bojnë lajmin, po edhe institucionet mirë, po nuk duhet me harru hapësirën e cila krijohet, që të kemi mundësinë që mendimin ton edhe atë mendim ta plasojmë. Kjo i përket komplet institucioneve, pra mundësinë që për këta edhe vlerësohen se sa janë të lira mediat me një vend.
që se I keni marrë edhe raportet ose edhe raportin e Freedom House ose edhe raportin e progresit prej Këshillit të Evropës, e kanë konceptin se sa janë të lirë, sa institucionet I ofrojnë. Nuk është në pyetje ma veç kjo pjesa tjetër se sa sicili gazetar. IMPO ka boni punë dhe është një ndër organizatat e para cila mirët me qeverisin lokale në këtë rast. Dhe mundi me thonë presionit. Forme presionit është edhe mosdhënia e informacionit. Forme, s'pak unë e konsideroj tillë. Po forme presionit është edhe tentimi për t'ju shmangur një rast fundit të tash të kishim, kur për shembull qeverit komunale dhe qeveria, përgjithësi edhe qeveria e Republikës Kosovës ka mohu disa herë qasjen në dokumente. Dhe kjo I bën edhe organizata si ne, që I monitorojmë, kemi informacione dhe për ato mos mujmë me dalë me një raport sakt, po atë gazetarët I bën që të mos pasqyrojnë një aktivitet ose një opinion qartë ndaj fenomenit tillë. Ne kishim edhe kur zyrtarët tentojnë që drejt për drejt, thonë mos hajde në zyre, ose nuk keni mirë se ardhur në ambientet e hapësirës ku funksionon. Mirë po, këtu shpesher edhe këmbgulja edhe e monitoruesve tim, po edhe gazetarëve të ndryshëm, ka të bëjë sepse ata, pa marrë parasysh, ata janë zyrtar publik, cilët kanë obligim ndaj qytetarëve, në këtë rast edhe njerëzve që monitorojnë ose që kryeni një detyrë. Njëjtë sikur që ai që është në detyrë zyrtare edhe këti je në një detyrë për me kry detyrë zyrtare konsiderohet. Kështu që nuk Shumë ndërlidhje që lejohet vetëm atë që Samiri tha është presion edhe mosdhënia e informacionit, unë mendoj se është presion edhe vlerësimi I informacionit, vlerësimi pas shkrimit. Telefonatat, komentimi I shkrimit, jo ky titull, jo kjo përmbajtje, jo s'kam thonë kështu, tendenca e shmangjes nga e vërteta. Domethënë shantazhi dhe presioni nuk mbaron me botimin e shkrimit. Shpesh herë fillon. Por këtu kisha me ndërlidhje edhe me kulturën, edhe të lexuesit, në rand parë, por para se gjithashtu të institucioneve, të leadershipit, I cili jashtë obligimet e veta tenton, apo nëpërmjet të mediave tenton ose të mbulon mangësitë e veta, ose tenton që nëpërmjet mediave të tregon forcën e vet që të parandalon nesër që popullor që të shprehem t'ja ndan ujit larg vadën që nesër të jetë mos jesh ai gazetari që vazhdon të hulumtosh. Kjo është një formë e presioni shumë indirekt, që reflektohet ndoshta edhe te aspektet e monitorimit të qeve. Për degradime individuale të gazetarëve, të njerëzve që mirën me monitorim, duke u lëshu në fyrje personale tek një gazetar ose një raportues ose të aspekti personalizimit të procesit. Ai nuk e shef më si një veprimtari, domosdoshmë si një profesion gazetares, por dëshiron të avejë një raport personal. Kjo mendoj që është çështje mungesë të rrafshit kulturor të komunikimit. Është nga vlerësimi I një shkrimi del si një formë e masave të një institucioni ndaj një zyrtari të tillë, I cili mosmarrja e masave ndaj një zyrtari të tillë është miratemi sjelljeve tina ndaj gazetarit, ndaj konceptit, ndaj vlerave që po themi që I kemi të garantuar me kushtetutë, me ligje, me Së fundi organizata Freedom House ka raportuar anglistën përgjithsisht në botë rreth lirisë së mediave. Sipas saj, Kosova për si vjet 2014 ka bërë pak përparim në anglistë. Mediat në Kosovë janë më pak të mbyllura. Kosova nga vendi 102 ka përparuar në vendin 98. Disa shtete të rajonit si Serbia në 74, Malizi 78, Kroacia 83,
Bosnia 103 dhe Macedonia 123. Pra, në relacion me shtetet që i kemi afër, Kosova sigur ka përparuar duket mjaft. Por cilat mund të jenë vërejtjet e juaja rreth këtij raporti, zoti Qeriqi? Po, Freedom House është pra një organizatë mjaft e njohur për që bën rangimin e vendeve në bazë të lirisë së shprehjes dhe sigurisht që kriteret më të rëndësishme që ajo i parasheh është ambienti ligjor në të cilin aplikon një media të caktuar, mandej shkollën e kontrollit partijak, nëse ka kontroll partijak në përmbajtjen e lojmit, mandej ndikimi politik në raportim dhe në çështjen e informacion, mandej motën edhe ato rastet më ekstreme të humbjes së jetës së gazetarëve apo vrasjes së gazetarëve ose abuzimi me përmbajtjet ligjore, do të thotë kur media thirret edhe sanksionohet, përsekutohet. Në përgjithësi, po them që Kosova ka bërë disa hapa përpara, po sigurisht që nuk do të thotë që ne do të jemi të kënaqur të jemi në atë kategorinë e dytë që si vend me media pjesërisht të lira. Mirë po, unë desha të them që në këtë raportin e Freedom House vërehet që ka një rënje të përgjithshme nëse shikohet edhe në për dekada, në 93, 2003 dhe 2013, vërejmë që në 93 kishim diku rreth 36% të vendeve ishin me media të lira, në 2003 kishim diku rreth 33% media të lira, ndërkaq që në 2013 kishim rreth 32, do të thotë krahasuar me para dy dekadave, pra kemi diku një rëmje rreth 4%. Po të Çka është në pyetje, apo shkojmë më afër diktatorëve apo jo, trendi po shihet që është i mirë se po shkojmë të domethënë po zvoglohen pikë dhe do të theksohet edhe kjo që raporti parasheh që so më pak pikë kjo nënkupton liri më të madhe dhe futjen mirë, po jem larg kategorisë së mediave të lira. Dhe ndoshta edhe në këtë debat më shumë ndoshta kam dëshirë që të shihem si një profesionist në media se son si një institucionalist dhe synimi jonë është pra që të kemi liri sa më të madhe. Unë do të isha ndalë ndoshta edhe të një çështje se deri ku duhet të shkojë ajo liria e medias, dhe për mendimin tim liria e medias duhet të jetë e avancuar, duhet të jetë gati absolute. Dhe po them gati absolute sepse duhet të shkojë deri te kufiri ku fillojnë të shtrihen të drejtat dhe liritë e tjetrit. Në forumet ndryshme ndërkombëtare, në turizma ndryshme që bëjmë, është një koncept që duhet të ndihmohet dhe duhet të përmirësohet çdo media, madje për hir të lirisë së medias ndoshta duhet të sakrifikohen liri tjera, siç janë më tepër ato që janë të lidhura me institucionet dhe me figurat publike. Dihet që figurat publike kanë pranuar që të jenë në një lupë të kritikës edhe të thumbimit, kështu që mirë po për mendimin tim, pra po them si profesionist, a do duhet media vetë të futej në këtë vorbullën e hamendësimit ose pasaktësisë informacionit dhe t'i prezantoj ato? Unë them se jo, për shkak se në këtë mënyrë do ta humbte kredibilitetin para audiencës, para publikut, dhe nëse tentohet që si media të jesh në vëmendje të publikut me senzacione të ndryshme të cilat pas disa minuta do të demantohen, atëherë cili do të jetë ai synimi i mbijetesës. Ne e shohim në çfarë tregu të ngulfatur medial funksionojnë mediat tona, në çfarë tregu do thotë të ult munduan të mbijetojnë. Dhe do thotë ajo që po dëshiroj të them është që përpara çdo kujt tjetër media duhet të mbrohet nga vetvetja, duhet të mbrohet duke respektuar parimet, duke respektuar standarde, mirë po sigurisht që duke nxjerrur në pa të gjitha të mjetat e një qeverisje, për shkak se ndryshe nuk ecim përpara edhe si shoqëri. Ardita, organizata që përfaqëson ju Ampeku, si e sheh këtë ranglistë të fundit dhe Kosovën atë?
faktikisht e shohim si diçka që qëndron. Pra ne jemi aty ku jemi, domethënë te mediat pjesërisht të lira. Kriteret e vlerësimit të Freedom House, Dritoni i përmendi pak më herët, mos të përsëritem, por unë doja të theksoja diçka cilën ne në Kosovë institucionet regulative të mediave, posaçërisht mediave elektronike kanë dështuar ta bëjnë. Kjo është rregullimi i tregut në aspektin ekonomik edhe i funksionimit të mediave. Për arsye se mendoj që fillimisht prej asaj mandej varet edhe pavarësia e mediave. Nëse mediat janë të veçëndrueshme dhe financiarisht stabile, atëherë edhe janë më imune ndaj presioneve të ndryshme, qoftë politike, qoftë të grupeve të ndryshme ekonomike. Regulatori i mediave elektronike, pra Komisioni i Pavarur për Media, ka dështuar të rregullojë tregun në aspektin e licencimit apo diversitetit medial, në aspektin e rregullimit të operatorëve kablor në radhë të parë, në aspektin e invadimit të tregut, do të quaja ashtu, të kanaleve të ndryshme, edhe në aspektin e kontrollimit të së drejtës së autorit, edhe shfaqjes së përmbajtjeve programore nëpër televizioneve të ndryshme. Pastaj e kemi problemin me transmetuesin publik i cili ka qasje në reklam, e dihet tregu i Kosovës sa është i vogël dhe dihet se mediat në Kosovë, mediat private financohen ekskluzivisht prej reklamës. Në anën tjetër transmetuesi publik financohet edhe prej buxhetit të Kosovës, edhe ka, domethënë buxheti i tij vjetor bjen diku një 7-8 herë më i madh se buxheti i konkurrencës së tyre direkte që janë 2 televizionet me mbulueshmëri nacionale. Të gjitha këto janë probleme me cilat në radhë të parë mendoj se regulatori duhet të ketë një vizion më të qartë dhe një strategji se si të rregullojë në të ardhmen. Në të kundërtën do të vazhdojmë të ballafaqohemi me këto probleme, sepse prap mendoj se kemi disa media të cilat funksionojnë në mënyrë shumë profesionale dhe i plotësojnë të gjitha kriteret për të qenit media të pavarura dhe media profesionale, të cilat mund të miren edhe si shembull i funksionimit. Në anën tjetër kemi edhe një numër të madh mediave të cilat funksionojnë me kriteret minimale të funksionimit të mirëfillt të mediave, edhe ky është një problem shumë i madh, mandej kur bëhet ajo matja mesatare, ne dalim aty ku jemi, domethënë te mediat pjesërisht lira. Edhe sa i përket do të përmendja zhvillimit të tregut, do të përmendja edhe një problem tjetër që ka të bëjë me mediat minoritare. Mediat që cilat transmetojnë në gjuhën serbe dhe në gjuhë tjera të komuniteteve pakic në Kosovë, nuk kanë thuajse treg të reklamës fare. Këtë duhet ta ketë parasysh qeveria, duhet ta ketë parasysh regulatori, duhet ta ketë parasysh kuvendi. Nëpër vendet ndryshme demokratike kjo rregullohet përmes një fondi që quhet Fondi për Media Minoritare, dhe përmes së cilit ju jipen grante mediave të cilat nuk kanë mënyrë tjetër të, domethënë, realizimit të ardhurave apo të mbjetesës. Ky fond ka funksionuar në kuadër të zyrës së kryeministrit për një 2 vjet, pastaj është ndërprer, ka funksionuar edhe për një vit tjetër, pastaj është ndërprer. Ka ekzistuar një zotim i qeverisë që do ta ndajë një vijë buxhetore për funksionimin e këtyre mediave, po deri më tani nuk ka asgjë. Kjo çështja e fondit të mediave minoritare ka qenë edhe pjesë e raportit të progresit si impakt negativ për punën e vlerësimin e punës së institucioneve, kështu që mendoj se gjithsesi duhen ta kemë parasysh dhe të bëjnë diçka në këtë drejtim. Sfundi, pra, në këto 2-3 vitet e fundit jemi dëshmitar të mediave online, të cilat po mbinë si këpurthat, dhe është një dukuri aty që vidhen e stërvidhen e informacionet, nuk përmendën burimet, nuk ka kujdes për drejtën e autorit, regulatori nuk reagon. Ta zëm një gazetar që ka punuar me mund përdorë të një informacion ekskluziv, sa po ta publikon në dritarën e vetë, për një moment, për 7-8 minuta kemë gjitha të tjera. Si duhet të rregullohet kjo fushë? Çfarë duhet të bëjmë ta përmirësojmë gjendjen? Me që më drejtut, po mendoj edhe... Mund ta merr fjalën se cili, nuk... Mirë, kjo fushë, po them prapë që legislacioni medial për ta siguruar ona praktike për ta siguruar atë lirinë e medias në përgjithësi do të plotësohet në fusha të ndryshme. Unë po mendoj që regulatori nuk e ka si kompetencë ende këtë, po janë çështje pra që mund të ngriten dhe të shkojnë në
plotësime dhe përmirësime në përgjithësi të legjislacionit dhe sigurisht që e drejta autoriale në vendin tonë edhe shkelet rreth drejtës autoriale nuk dojnë koment. Ato me siguri që ka pasur disa angazhime për krijimin e disa task force-ave të ndryshme për çështje të tregut dhe drejtës autoriale, të cilat sigurisht që duhet të avancojnë në matutje. Mirë po, një regulative e saktë dhe kompetence të regulatori për momentin nuk është e përfshime. Ndoshta nga shumë aspekte. Gazetaria po sfidohet nga paraqitjet e portaleve, prej drejtës autoriale drejt ajo që unë quaj shkatërrimi, asaj që quhet informim objektiv. Për arsye se ndoshta nëse gjitha format tjera të gazetarisë i nështrohen një procesi monitorues më të rraptë, edhe në aspektin legjislativ, portalet kanë hyrë si të quaj kushtimisht si vija ilegale, edhe faktikisht janë shkatruar çdo në orë të mundshme. Posaçërisht, nëse marrim edhe pjesën e komenteve të portaleve, duke e zaventësuar në hojza një gazetari të gozimshme, janë duke nxjerrë në pa pjesën më brutale, kisha më thënë, pjesën më banale dhe më agresive të shoqërisë, nëpërmjet të ashtu quajtur gazetaria po deklarim anonim, që unë mendoj se duhet urgjentisht po absolutisht. Pastaj vjedhja e informacionit, që unë mendoj se këtu kemi bëjmë me shkeljen autoriale dhe brenda vetë portaleve të shtëpive tona mediale ku punojmë, se nuk bartet emri i gazetarit në disa prej tyre. Pastaj ajo që ka zoja Ardita të tregu, të mos flasim të tregu, kemi një kas të papar, vetëm ta marrim rastin e rrjetit tipiko dhe diskriminimit që është bërë KTV-s me numrin 83, po flas për shkak të nivelit kombëtar, të televizionit kombëtar, të shtrirjes së rrjetit. Ndërkaq te aspekti top listës, gjelu nuk jam dashur mirë fort i top listave. Po ironizoj pak. Por mu mendoj që në 88 që nuk është real. Jo për të mirë, por është për ma keq. Por problemi pse jemi në 98 që nuk jemi në 138, për shembull, unë mendoj se është kriju një pakt. Po këtu kur vlerësojmë këtu duhet të kemi parasysh matjet. Po matjet, por problemi është se unë mendoj që legalizuara për matjet. Unë mendoj se shoqëria jonë në shumë aspekte është e pamatshme. Për arsye se nuk jemi objektiv, edhe të tjerë nuk mund të na kuptojnë realisht. Për arsye se unë mendoj se rreziku më i madh për gazetarinë është theksova oportuniteti institucional, por edhe një pakt i heshtër mes mediave dhe organeve dhe institucioneve. Pra dhe unë nuk jem dashamir as i gazetarisë tepër skandaloze, që edhe ajo rrezikon gazetarinë e një mend, por as gazetarinë e vlashkët. Në këtë aspekt, unë mendoj se kemi prek kufirin si gazetar edhe si media në Kosovë, po du me lidhë me shkallën e lirisë, nuk i kena prek kufirin e skajshëm për të parë reagimin e vërtet të institucioneve tona. Pse? Pse unë mendoj se është një paragjykim që vije në formë të autocenzurës apo të një frike të kamufluar. Për arsye se ne ende mendojnë se shteti ynë ka ftyrë më të ashpër. Më arrogante. Po flas si gazetari i lirë dhe i bashkë mendimet e mia. Do të propozoj ta ndëgjojmë edhe një herë një opinion të Alban Alitit, pra një politikolog i ri, dhe më vonë t'i kthehemi rrjedhës së bisedës. Fillimisht kisha më thonë se zhvillimi është një koncept kompleks, i cili shpeshherë keq kuptohet edhe prej qytetarëve, interpretohet vetëm si rritje e urdhrave për kuk banuri ose GDP-n për nivel vendi. Megjithatë, zhvillimi është një koncept pak më i gjerë, i cili në vetvete ngërthen edhe rritjen ekonomike, mirë po edhe demokratizimin. Kur them demokratizimin, kam parasysh se në demokratizim hyn shumë parime dhe shumë gjëra të cilat duhet përmbushen nga një shoqëri dhe në veçanti edhe nga institucionet publike apo shtetërore. Në këtë kënd vështrem edhe media bort një përgjegjësi ose një rol shumë të rëndësishëm në demokraci, për arsye se vetë media është në një marrëdhënie të dy anshme me demokracinë, nga se demokracia kërkon qytetarë aktive dhe qytetarë të informuar, cilët ma vonë mund të përfshihen në vendimorje, gjithmonë duke pasur parasysh se demokracia nënkupton përfshirje qytetarëve në vendimorje edhe qytetarë të informuar. Nga ky këndvështrim mediat luajnë një rol shumë të rëndësishëm, sidomos në krijimin e opinionit publik,
i cili në demokraci duhet jetë një opinion publik apo mentalitet i përgjithshëm qytetor demokrat, i cili interesohet për çështjet publike, për ato që ka zhvilluar në institucione, kontribon me ide, me mendime, thjesht pro e luan rolin e një qytetori aktiv. Pro media është një urë lidhse mes qytetorëve dhe institucioneve, dhe vetëm kur qytetorët arrin domethënë që të përfshihen në vendimmarrje, të përfshihen në politikë bërje dhe jetën publike, atëherë media arrin me një farë mënyrë me luajtë rolin e vet të rëndësishëm dhe me përmbyll këtë ciklin e marrëdhënies qytetor dhe institucione publike. Dhe çfarë mendoni, sa është arrit progres në këtë relacion? Unë mendoj se nuk progresi është i përzier, domethënë ka fusha ku media ka arrit me kriju agjendën e politikës edhe me shty përpara interesin publik. Megjithatë mendoj se mbetet shumë për të bërë, fillimisht duke pas parasysh se media në Kosovë vazhdon mos me qenë akoma e lirë në kuptimin që nuk është e lirë në kryerjen e punëve të veta dhe ulëmtimin e çështjeve që ndërlidhen me funksionimin e institucioneve publike, dhe këtë gjë domethënë përvlerësojnë edhe institucionet e tjera ndërkombëtare, siç është Freedom House, ku Kosova sfundmi rënditët vetëm pak pozita më lart se vendet cilat janë të izoluara dhe që nuk janë demokratike. Ndoqëm opinionin e politikologut Alban Haliti, a i vlerësoj se demokracia në Kosovë është e brishtë dhe këtë fatë sikur e ndonë edhe gazetaria, po sa pajtojnë me një konstatim të tillë, panelistët e këtij debati të dëgjojmë. Dritan, fillojmë juve? Po, sigurisht po, unë edhe atyren time që e bëra e fillova pikrisht me pas 99-ën dhe sigurisht demokracia jonë ka qenë e brishtë, qysh në fillim kemi rreziku këtë brishtësi edhe me ndoshta me po them në atë kohë gazetari jo fort të motor, por që me kalimin e kohës po mendoj që jenë bo hopat mirë dhe ka prosperu edhe media si industri, por edhe gazetaria si profesion, dhe nuk mendoj që kemë brishtësi në kuptimin e fort fjalës sikur se ka qenë në fillim. Tash dhe kjo mund të shihet edhe në kontekstet e ngritjes edhe të institucioneve, pra edhe media, edhe institucionet janë duke kaluar atë fazën në të cilën patjetër që është dashur të kaluhet. Kemi qenë një shoqëri që kemi pas një tranzicion bukur të ndryshëm me vende të tjera, dhe kjo është shprehje edhe te media, edhe te institucionet, edhe te gjithë faktorët tjerë në shoqëri. Ardita, keni vrejt ju? Jo, do të pajtohesh ama atë që e tha dhe Dritoni edhe unë, demokracia e brishtë, por gazetaria megjithatë mendoj se është zhvilluar, e thash edhe më herët, ka media të cilat mund të mirën dhe shembull i funksionimit të gazetarisë së Mirfield, kështu që por në anën tjetër ka edhe media të cilat nuk janë shembull i mirë i funksionimit të profesionit të gazetarisë, dhe kështu. Unë do të kthehesha veç pak edhe te portalet, edhe të shtoja se çështja e rregullimit të portaleve është një temë e cila nuk e ka një formulë me të cilën mund të zgjidhet, domethënë edhe në Evropë kjo është duke u debatuar ende. Po mendoj personalisht nuk jam i thare rregullimit të portaleve përmes institucionit rregullativ të mediave elektronike apo komisionit të pavarur të mediave. Mendoj se kjo nuk duhet të ndodhë. Portalet duhet t'i nënshtrohen vetë rregullimit, unë kujtoj, dhe pastaj te çështja e drejtës autorit dhe çështja e shpifjeve dhe fyrjeve përmes portaleve, atëherë duhet të funksionojnë këto përmes ligjeve përkatëse dhe përmes gjyqësorit. Unë e kam të qartë si funksionon gjyqësori këtu në Kosovë dhe sa kohë shkon rastet për t'u trajtuar, por definitivisht mendoj që duhet të shkohet në atë formë e jo portalet të rregullohen përmes një institucioni publik apo institucioni rregullator siç është Komisioni i Pavarur për Media. Kurimi të portalet është e pakalueshme, pa prekur pak edhe atë gjuhën bizare që përdoret si feedback ndaj një shkrimi apo ndaj një personaliteti. Tu kemi shembullin e fundit edhe të kryeministrit Hashim Thaqit, por edhe të presidentes së Kosovës. Çfarë kujton ju, si mund të rregullohet kjo çështje? Sepse edhe kjo në një farë forme cenon lirinë e të shprehurit të një zyrtari apo të një profesuesi institucional. Tani,
Do me thënë, e përmendëm edhe më herët, është ajo vija në të cilën duhet të ketë parasysh edhe prej gazetarëve edhe a është i më i madh interesi publik për të plasuar një lajm të caktuar, apo është më e madhe apo privatësia e personit publik në anën tjetër. Do me thënë, duhet të gjendet një balans mes këtyre dyjave. E kam aty të reagimi i publikut, reagimi i lexuesve me atë gjuhën e tyre, jo të pamadër, por gjuhën e cila nuk do duhet lejohen. Ajo është çështje e redaksive të caktuara apo portaleve të caktuara. Ka mundësi që vetë redaksit përcaktojnë dhe të mos i lejojnë. Absolutisht, kemi edhe raste ku redaksit e caktuara e kanë eliminuar plotësisht, ose i filtrojnë, ose nuk i lëshojnë ato të cilat kanë gjuhë, po mendoj shpifse apo vulgare ose çfarë do qoftë, po ka edhe redaksit online të cilat i kanë eliminuar tërësisht komentet. Do të thënë, nuk ka asnjë koment nga lexuesit për faktin se komentet kanë qenë të shumta dhe kanë qenë mas të madhe që kanë, domethënë, kanë promovu rrejtje, qoftë etnike, qoftë fetare e të tjera. Zoti Demiri? Këto janë disa elemente. Në rend parë kisha mundë lidhë me fjalën e Albanit. Unë mendoj se për shkak të kësaj demokracie të brisht, mediat sikur kanë reduktu kanë një rolin e vet, kanë zvoglu, nga fakti se pa dashur kanë marrë rolin opozitar në shoqëri, për shkak se opozita s'ka qenë ajo që duhet. Nëse do të kishim një balans më aktiv, më dinamik mes pozitës dhe opozitës, media ndoshta kishte me kriju hapësira treja të hulumtimit, por shpeshherë media ndoshta është kënaqur vetvetiu me një shkallë të informacion më si profesor, për arsye se kemi një shkallë të demokracisë, unë kisha me qytë lirisht si profesorin. Në këtë aspekt, roli opozitari i medias, edhe për ka natyra, ekziston një koalicion i pashpallur mes opozitës dhe medias, apo një rol i një gërshetimi për shkak të zhvillimit proceseve. Nga vetë natyra, mediat janë më një farë forme, janë opozit. Janë, por nuk janë opozit në kuptimin legal të fjalës, por janë më tepër në një rol që të imponueshëm, por unë mendoj se media o dashtë ka përcjell këtë rol. Të ka përcjell në kuptimin e krijimit të një hapësire më larg. Kujton se duhet shkuat për te lajmet? Për te opozitës, për te lajmet opozitar, në kuptimin e drejt për drejt fjalës. Ndërkaq, unë mendoj se opozita i ka shfrytzuar mediat në kuptimin sikur ju që nga donjëherë që OJQ kanë qenë para mediave, opozita ka shfrytzuar punën e mediave për të dukur sikur opozit. Këtu mendoj që është një rol shumë i ndihshëm, edhe mendoj se media këtë ka mund ta shpërthejë vetëm nëpërmjet gazetarisë më të fokusuar hulumtuese, nëpërmjet asaj që quhet gazetari e dosje për një problem, apo ne që themi shterrimet të një problemi prej gjenezës, prej krijimit deri në pasojat e mundshme. Ndërkaq te portalet kisha më ndolidh, janë disa rrafshe. Tjetër është portalet që mund të kenë një redaktor, pse aty tani hynë aspekte tjera të cenzurimit, të selektimit të lajmeve, ku ta diun është një botë e tërë, një matricë komplekse shumë e madhe, por para se gjë është ne kemi rrjetet sociale, të cilat shfaqen si Zdia Guzeta përdori, do shta për është problematikë edhe në Amerikë, gjithku se po shkojnë para avancimeve teorike si mediume virtuale, ku aty kemi të bëjmë, edhe pse njerëzit janë të identifikueshëm, por ka njerëz që janë të identifikueshëm, ajo është pak problem më i madh për mua të kontrollohet. Ndërkaq për portalet që kanë pronar, unë mendoj adresë që kanë adresë të caktuar, unë mendoj se aty duhet të reagojmë më shpejt edhe të kemi një kontroll më drejt për drejt, qoftë në kuadër të përgjegjësisë ligjore, në aspektin e fyrjes, ku ta diun, edhe pse jo, edhe të ndëshkimit të këtyre mediave. Keni ndonjë venerim ju, zoti Reka? Në përgjithësi të themi se përmendëm edhe shoqërinë civile, duhet kuptojmë drejt. Shoqëria civile funksionon siç funksionon në bazë të demokracisë. Nëse nuk ka demokraci, andaj këtu shoqëria civile në rend parë ka edhe mbrojtjen e demokracisë dhe lirinë e fjalës. Pavarësisht këtyre propozimeve në relacion me mediat. Jo, në rrjeti ku vepron edhe media, edhe për kufizimet që po i bëhen, edhe kjo që po jemi të kënaqur se jemi në rrjetin nga mediat. Në rrjetin, po ka raste, shumë raste, për shkak të ekzistimit të mediave nga të majtuna prej presioneve politike ose mediave që të kanë afinitet me një parti caktuar. Edhe kjo normal që e bjen edhe këtë
gjendjen ku janë mediat sot, ose vendin 98, ose pa më parasysh, po jemi të kënaqur që jemi në grup me vendet e rajonit këtu dikun, me Maqedoninë, me Serbinë, po kjo bjen me kuptu që jemi të kënaqur me demokracinë që kemi. Jo, nuk jemi të kënaqur. Nuk jemi të kënaqur as me këtë plasim, as me këtë formë të mendimit për demokraci. Edhe presionit politik që i bëhet mediave, ose ky presion politik e dim na gjitha raportet, në shumicën e raportet, më thëmë gjitha, RTK-ja shihet si shihet që është media e mbajtur pej pushtetit. Tash të fundi ka dalë edhe për punësimet e për aspekti ligjore dhe nuk është vetëm aspekti ligjor, është aspekti i pasqyrimit është aspekti i pasqyrimit të ngjarjeve. Por presionin që e kanë për shkak që gazetarët janë sankcionuar ose janë jashtë për me kalu për një mediumin tjetër, kjo bën që presioni politik është kogje i rritun në raport me mediat. Unë për shkak njerëzve, kolegëve që janë këtu, po pres që edhe ata ta menojnë, mirë po dihet që partitë më të mëdha dhe sidomos këto që janë pushtet kanë tendenca që gazetarët ose gazetat që kanë një fuqi ose një opinion, ose ti përveçojnë për veti, ose ti dëmtojnë. Kjo është pasqyru në shumë... Sigur është përgjësi e dyantshme, ata thonë që ne nuk po i blejmë, pa ata po shiten. Jo, është problemi i mos lejimit të zhvillimit normal të gjendjes në për media, po edhe presionit, se nëse një gazetar funksionon me një me kredibilitet, ai nuk e bën një shkrim për hatër në një politikës, po as nuk e tërheq një shkrim për hatër ose për shkak që një ndërtim pa leje ka qenë dikun edhe është një partije caktuar. Kështu më ndërlidh është një element shumë shkurt, sepse po ja afrojmë i fundit edhe më intereson. Hapësira brenda mediale nuk është aq homogjene dhe aq parimore, mos them edhe etike, për arsye se aty kemi edhe shantazhimit llojit tjetër përveç joshjes së gazetarëve. Është për me keqe formimi i medjave dhe shtëpive mediale për të shkatruar median tjetër. Që ndoshta kjo është pjesë që është hesht më shumë në opinionin tonë. Unë e thash formimi ad hoc vetëm për qëllimit fushatës, por edhe për qëllime të shkatrimit të media tjera. Që unë mendoj që mund të argumentohet shumë lehtë nëse në një emision tjetër duam të jemi më të hapur. Krejt në fund do të kisha dëshiruar rekomandimet tuaja për përmirësimin e ambientit të mediave në Kosovë, në aspektin ekonomik, legislativ, profesional, teknik, njerëzor dhe të tjera. Do ta keni nga 1 minutë ku zoti drejton, filloj me ju e prap. Faleminderit. Paka shumë edhe deri tash gjatë debatit i cekëm disa nga rekomandime, që janë rekomandime edhe nga institucione shumë të nivelit më të lartë. Po qëndrojnë ato që ne do të bëjmë çmos që të ngrisim kapacitetet në përgjithësi fillimisht institucionale në raport me rregullimin e lirisë së medias, po gjithnjë duke respektuar domethënë parimin e lirisë, por edhe të përmirësojmë aty ku duhet legislacionin e nevojshëm. Dihet Kosova tani do të hyjë në erën e digitalizimit, do të mundsojmë një kalim të duhur nga sistemi analog në digital dhe të përmbushim detyrat tona të cilat na janë përcaktuar edhe si rregullator në këtë rast. Ardita? Po, unë me këtë rast do të apeloja te Komisioni i Pavarur për Media dhe përbërja e tij e re që tashmë ka filluar të funksionuari, që të fokusohen dhe të amendamentojnë aktet nënligjore dhe të rregullojnë konfliktin konfliktin që kanë mes ligjeve, siç është ligji për Komisionin e Pavarur për Media, ligji për komunikimet elektronike dhe ligji për radio televizionin e Kosovës, të qartësojnë këto gjëra, ta bëjnë sistemi ambientin në të cilin funksionojnë mediat sa më optimal për funksionimin e tyre dhe gjithsesi domethënë të
përkushtohen më tepër në implementimin e atyre ligjeve dhe akteve nënligjore të cilat vetë i miratojnë. Gjithashtu edhe te Kuvendi i Kosovës edhe Kuvendi i Jashtëm, varësisht prej zgjedhjeve kur të t'i kemi, që të fokusohet më tepër në mbikëqyrjen e punës dhe funksionimit të Komisionit të Pavarur për Media si regulatori i mediave elektronike. Unë kam një prirje të shikoj gjërat pak më ndryshe. Unë mendoj se nuk mund të krijojmë gazetari të lirë as vetëm me akte normative, as me akte ligjore, as me kushte teknike. Unë mendoj se burimi i gazetarisë lirë është te një demokratizim i plot dhe të një punë profesionale e mediave. Pastaj gjërat tjera vinë si plotësim dhe si avancim i kësaj pune. Në qoftë se ne nuk kemi vullnet shoqëror për të krijuar dhe për të respektuar fjalën e lirë, unë nuk mendoj se me anë të akteve edhe me anë të çështjeve tjera teknike mund të asigurojmë atë. Për arsye se lirinë e konsideroj të brendshme dhe jo të jashtme. Amir? Do t'ju duket absurde, por është kërkesë thjesht. Kjo që po e thojmë prej fillimit, sundimin e ligjit. Edhe këto mënyrat e mekanizmat që po i krijojmë duhet me u funksionalizu. Edhe prej këtij ligji, po edhe prej gjykatave. Duhet me u kërku. Po edhe prej vetë institucioneve që i mirëmbaj këto. Duhet fillu përmendja dita, kuvendin, qeverien, gjykatat, gjitha këto duhet, nëse dëshirojmë që të kemi demokraci funksionale, e cila nënkupton miratimin edhe procedimin edhe respektimin e procedurave të vetë nxjerrura për këtyre organeve. Kjo është baza themeltare. Edhe normal, çdo qytetari joni mundet me ndihmu këta, duke mos pas asnjë breng për fjalën e mendimin e tij, e cila është e drejtë themelore e mbrojtjen e tij. Me shpresë se çështja e lirisë së mediave në Kosovë do të përparojë, përfundojmë këtë debat. Ju falenderojmë që gjetët kohë të jeni me ne. Falenderojmë edhe shikuesit që na ndoqën. Mirupafshim në emisionet e tjera.